Habit të mjeku, ja çfarë i ndodh trupit tuaj kur konsumoni kafe nesër. Kujdes me konsumin e kafes menjëherë pas jeni zgjuar nga gjumi. Edhe pse shumica e njerëzve dinë që nuk është të mirë të pini kafe me stomakun bosh, janë të pakta ata që i përmbahen. Edhe pse përmban antioksidantë të ndryshëm, përfitimet e saj shëndetësore shfuqizojnë nëse kafeja pihet me stomakun bosh. Konkretisht, shkencëtarët kanë zbuluar se çfarë ndodh saktësisht në trupin tuaj kur kafeja pihet me stomakun bosh, sipas Eating Well. Nëse kafen e pini me stomakun bosh, do të rrisni nivelin e aciditetit në stomak, që do ju bëjë gjithashtu të keni edhe probleme me barkëqitjen. Do të rritet rreziku i shtuar i problemeve të radikaleve të lira, ndaj duhet të evitoni pirjen e kafes me stomakun bosh. Mund të rrisë gjithashtu nivelin e ankthit, i cili mund të krijojë shqetësime të forta gjatë ditës. Do të ulet niveli i hormoneve cilësore dhe do të krijohen gjithashtu komplikacione nga më të ndryshme.